Përshëndetje miq të Radio Travel, jeni duke dëgjuar emisionin Happy Fit. Mali që ndryshon ngjyrë në Australi. Në Australi ndodhet Uluru, një nga atraksionet më të njohura natyrore në botë. Ky mal I madh prej guri ndryshon ngjyrë gjatë ditës, duke kaluar nga portokalli në të kuqe të thellë dhe më pas në nuanca të errta në mbrëmje, varësisht nga drita e diellit. Uluru ka një rëndësi të madhe për popullsinë aborigjene lokale, të cilët e konsiderojnë si një vend të shenjtë. Vizitorët mund të shijojnë ndryshimin e ngjyrave gjatë lindjes dhe perëndimit të diellit, duke krijuar pamje spektakolare për fotografi dhe natyrë. Ky fenomen natyror ka bërë që Uluru të bëhet një destinacion I domosdoshëm për turistët që vizitojnë Australinë dhe për ata që duan të shohin një nga mrekullitë më të mëdha të natyrës. Ujvara më e fuqishme në Europë ndodhet në Island. Në Island ndodhet deti Fos, e njohur si ujvara më e fuqishme në Evropë. Ujërat e saj rrjedhin me një forcë të jashtëzakonshme, duke krijuar një spektakël të fuqishëm natyror që lë pa frymë çdo vizitor. Çdo vit mijëra turistë nga e gjithë bota vijnë për të parë madhështinë e deti Fos, duke e fotografuar ose duke e përjetuar nga afër tingullin dhe rrjedhën e ujrave të saj. Zona përreth ofron gjithashtu peizazhe dramatike me shkëmbim dhe fusha të gjerë vulkanike. Ujvara e deti Fos konsiderohet një destinacion I domosdoshëm për adhuruesit e natyrës, aventurierët dhe fotografët që kërkojnë mrekullitë më të fuqishme natyrore të Islandës dhe Evropës. Ishulli I bardhë me shtëpi blu në Greqi. Në Greqi ndodhet Santorini, një nga ishujt më të njohur dhe më të fotografuar në botë. Santorini tërheq vizitorët me shtëpitë e saj të bardha dhe kupolat blu, rrugicat e ngushta dhe pamjet spektakolare mbi detin e gje. Ishulli është gjithashtu I njohur për perëndimet e diellit magjepsëse, plazhet me erë të zezë dhe ngjyrat dramatike të shkëmbive. Çdo vit mijëra turistë nga e gjithë bota vizitojnë Santorini për të përjetuar bukurinë e tij dhe për të eksploruar fshatrat e saj tradicionale dhe kuzhinën lokale. Santorini është kthyer në një destinacion ikon për fotografët, çifte romantike dhe udhëtarët që kërkojnë eksperjenca unike mes natyrës dhe kulturës greke. Ura prej xhami mbi Humner në Kinë. Në provincën Hunan të Kinës ndodhet Zhongshangjie Glass Bridge, një nga urat më spektakolare dhe më frikësuese në botë. Ura prej xhami shtrihet mbi një humner të thellë dhe ofron pamje të jashtëzakonshme të maleve dhe shkëmbimeve rrethues. Vizitorët që kalojnë mbi urë ndjejnë emocion dhe adrenalin, pasi ndonë se xhami është I fortë dhe I sigurt, duket sikur ata po ecin mbi ajër. Ura ka tërhequr turistë nga e gjithë bota dhe është bërë një nga destinacionet më të vizituara për aventurierët dhe dashamirësit e fotografisë. Kjo urë është gjithashtu një shembull I avancimeve inxhinierike moderne, duke kombinuar sigurinë me përvojën emocionuese të natyrës spektakolare kineze. Vendi ku dielli nuk perëndon për 6 muaj në Longyearbyen. Në Longyearbyen, një nga vendbanimet më veriore në botë, dielli nuk perëndon për muaj të tërë gjatë verës. Ky fenomen natyror, I njohur si dielli I mesditës verore, krijon një dritë të pandërprerë që I bën ditët të duken të pafundme. Banorët dhe turistët përjetojnë aktivitete të veçanta duke shijuar shëtitje, udhëtime me bicikleta dhe eksplorime në natyrë gjatë natës. Për shkencëtarët, Longyearbyen ofron një mundësi unike për të studiuar ndikimin e diellit të vazhdueshëm mbi natyrën dhe jetën e përditshme. Ky fenomen tërheq çdo vit vizitor nga e gjithë bota, të mahnitur nga bukuria e ndriçimit të pafundëm dhe peizazhet e mrekullueshme polare. Dhe me këtë lajm kaq të bukur, ne kemi ardhur edhe për ditën e sotme në fund të Happy Fit, por ne do të dëgjohemi sërish nesër në të njëjtën orë, vetëm në Radio Travel.